10 batutat më të forta gjatë transmetimit live nga Dritan Shako Hoxha. 1. Topi i gjuajtur nga futbollisti i Realit të Madridit, Roberto Carlos, ishte shumë larg portës. Komenti i Shako Hoxhës ishte: Carlos e ka dërguar topin tek parkingu i Bernabeut. 2. Futbollisti i Milanit, Gennaro Gattuso, dha një pasim shumë të bukur. E atëherë Shako Hoxha tha: pas shumë vitesh që stërvitet me yjet e botës, më në fund Gattuso ka bërë një mrekulli. Ka mësuar dhe jap një asist. 3. Një futbollist në dy luftime me sulmuesin e kombëtares tonë Erion Bogdani u mbajt tek mbathjet e tij dhe u rrëzua. Komenti i Shako Hoxhës ishte ky: nëse do të ishte mbajtur pak më lart, sigurisht që nuk do rrëzohej. 4. Pas një driblimi të Raul Bravos tek Reali Madridit, Shako Hoxha tha: kur u bë dhe Raul Bravo të dribloj, kur luan në skuadër me Zidane, Beckham, Ronaldo e Figo. 5. Një koment tjetër i Shako Hoxhës ishte: janë përqafuar shumë me dashuri me styre në zonë Cannavaro e Henry, por ju siguroj që shijet e tyre janë krejtësisht të tjera. 6. Për futbollistin e Realit të Madridit, Raul Bravo, që po luante shumë keq, Shako Hoxha tha: ky luan me Realin e Madridit vetëm sepse e ka shtëpinë afër stadiumit. 7. Shako Hoxha për futbollistin e Interit, Marco Materazzi: duke parë që dhe ky luan futboll në nivele të larta, të gjithë mund të ndërrojnë një ditë se mund të bëhen futbollist. 8. Gjatë një ndeshje të kombëtares son, sulmuesi Besart Berisha nuk pasoi te mesfushorit Skela, që ishte i vetmi me portën bosh. Shako Hoxha: si mund të pasoj një Berish? Berishët në përgjithësi kërkojnë t'i bëjnë të gjitha vetë. 9. Në ndeshjen e Shqipërisë kundër Hollandës, në krahun e djathtë të holandezëve, ne krijuam shumë raste. Shako Hoxha tha: të gjitha të këqijat Shqipërisë i vinë nga e djathta. 10. Gjatë një ndeshje të Barcelonës dhe Chelsea, Shako Hoxha dha këtë koment: lojtarët anglezë duhet i kërkojnë gjyqtarit që ndeshja të luhet me 2 topa, se këtë që është tani në fushë, spanjollët nuk kanë ndërmend t'u lënë ndonjëherë ta prekin.